Interesi i Republikës të Kosovës është që ta kemi një qeveri edhe të kalën buxhetit, të merren disa vendime që janë shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës, për qytetarët e Republikës dhe këtë lëvizja vetëvendosje e ka pasit nevojshme që të ofron edhe këtë mundësi, ndonse ishte mundësia edhe me Kurtin, pra që të bëhej një qeveri qoftë edhe afat shkurte, që të kryjnë të disa detyra dhe obligime që janë të nevojshme, por ai nuk u bë, ne prapë ju kemi ofru pra partive të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës që t'ja mundsojnë qytetarëve të Republikës që të kenë buxhetin për vitin e ardhshëm, pra mos të hyjmë në ato afate kohore kur janë me shumë panjohura, të kalojnë disa vendime si që është pra edhe buxheti për Prishtinën, të miratohet për kryeqytetin, për Gjilanin edhe për një Zubin Potokun. Gjithashtu të kalohet edhe buxheti për Radio Televizionin e Kosovës, se ata punëtorë kanë mbetë pa paga për shkak të mos konstituimit të parlamentit, gjithsesi trupa të parlamentit, komisionet siç janë, por ky barrikadim i partive opozitare është i pakuptimt edhe nuk i konvenon mendoj as atyre, sepse qytetarët me pastaj do t'i ndeshkojnë për këto barrikadime të panevojshme. Thash që në fillim ne nuk e preferojmë që ta dërgojmë vendin në zgjedhje, pra tash kur kemi një situatë që jemi në fund vitit, por nëse nuk bëhet qeveria me Klau Konjucin si kryeministër, atëherë ne jemi të gatshëm që të shkojmë në zgjedhje, por qytetarët duhet ta dinë këtë se ne kemi afruar alternativë, pra që të dalim nga kjo situatë edhe të mos kemi zgjedhje kaq shpesh, sepse përveç se janë të kushtueshme, janë edhe të lodhshme për qytetarët.